Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Njihuni me kurrën 30 ditore me qep që bën mrekulli në shëndetin tuaj. Qepa konsiderohet nga mjekësia popullore se është shumë e shëndetshme si një lëndë profilaktike kurative kundër problemeve të ndryshme. Mjekët e lashtë cilësojnë qepën si një lehtësuese për dhimbjet e forta të gjoksit dhe rekomandohet qulli i qepës edhe për të lehtësuar probleme të ndryshme të frymëmarrjes, duke e përzierë atë me gjalp dhe me mjalë, që në lashtësi qepa njihet se mund t'i japë shumë përfitime për shëndetin tuaj. Qepa e pjekur ose e zier aplikohet lokalisht në problemet të ndryshme edhe në formën e kataplazmave të qullit të qepës për të lehtësuar kështu edhe problemet të ftohjes, ose mund ta aplikoni në kombinim me qumshtin e nxehtë. Lëngu i qepës së njom të freskët e i përzier me pak mjalt rekomandohet për të lyer kapakët e qepallave të syve përpara gjumit për të përmirësuar ndjeshmëpamjen, shikimin dhe favorizuar gjithashtu lehtësimin e pagjunësisë. Qepa konsiderohet nga mjekësia popullore e shumë shteteve të botës si një lëndë profilaktike kurative kundër problemeve të ndryshme. Qepa njihet që nga lashtësia për vlerat e saj profilaktike kurative kundër sheqerit, prandaj rekomandohet si një ushqim sidomos për 50 dhe 60 vjeçarët të prirur më shumë drejt diabetit. Ushqimi më i shëndetshëm që qepa rekomandohet është si profilaktiv kundër problemeve të arteriosklerozës, produkteve të ndryshme të mbipeshës dhe reumatizmës. Qepa ka veti të mira afrodiziake dhe rekomandohet të përdoren në forma të ndryshme. Gatesat e qepës së freskët të njom, si gatesat e qepës të zier me ujë ose qumësht, si gatesat e pjekura me vaj ose gjalp, shfrytëzohen gjërësisht në mjekësinë popullore të shteteve të Europës, Azisë dhe Amerikës. Gjithashtu, qepa përdoret edhe me efikasitet të lartë kundër problemeve respiratore që shoqërohen me koll, gëlbaz të theksuar dhe me vështirësi të frymëmarrjes, sepse ato tregojnë veprime aktive në eliminimin e sekrecioneve, citon dhe Elsaj. Qepa dhe gatesat e thjeshta të saj rekomandohen me efikasitet të lartë në parandalimin e problemeve të traktit tretës, sepse ato pengrojnë edhe veprimet të cilat ndikojnë negativisht në sistemin tuaj tretës, duke përmirësuar kështu florën bakteriale të stomakut dhe duke lehtësuar edhe parazitët që i kanosen asaj. Kur konsumohen ushqime të shpeshta, gjithmonë i themi jo qepës, po pavarësisht aromës që ajo përmban, qepa është një nga produktet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Qepa përdoret gjërësisht në trajtimet ushqimore dhe është përbërës thelbësor i kuzhinës. Qepa ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohet të përfshihet në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepa ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Në vend të ilaçeve me efekte të shumta anësore, ata që duhet të bëjnë kujdes me kolesterolin mund të konsumojnë qep, duke e zgjidhur problemin brenda ditës. Qepa ndikon pozitivisht te astma bronkiale dhe pagjumësia. Ajo ka në përmbajtje të saj squfur dhe quercetin, dy antioksidantë që reduktojnë efektet e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A, vitaminën B, si dhe mineralet e potasiumit, kalciumit, fosforit, selenit dhe sodiumit. Varieteti i kuq i qepës është i njohur për veti të theksuara antibakteriale. Nëse përtypni qep të freskët për 3 minuta, eliminoni të gjitha bakteret në gojën tuaj, citon dhe Elsaj. Cilësia mrekullueshme e qepës mund të jenë gjithashtu edhe një lehtësues i dietave tuaja, por këto cilësi u vënë në duke edhe nga profesor Viktor Greenwich, i cili zbuloi për herë të parë edhe përfitimet që qepa ka në shëndetin tuaj. Kjo u vërtetua edhe nga Universiteti Amerikan George Washington i Bostonit, duke shtuar se substancat e qepës nuk lejojnë në krijimin e gjak të mpiksjes në forma të trupave të vegjël, të cilat bllokojnë arterien duke shkaktuar edhe probleme të ndryshme. Efektet të veçanta të qepës janë në vënë re në luftën kundër problemeve të zorës së trashë dhe në parandalimin e tyre. Instituti i Farmakologjisë Mario Negri në Milano, në bashkëpunim me një grup studiuesish zvicerian, përmes 8 studimeve të ndryshme, rezultoi se njeriu që ha 7 herë në javë qep ul me 50% mundësinë që të preket nga problemet e radikaleve të lira. Janë të njohura thëniet popullore se ngrënia e qepës bëhet më e fuqishme dhe më e shëndetshme edhe për organizmin. Dobitë e qepës janë të shumta. Qepa ndikon në rritjen e rezistencës së trupit.
Qepa ul dhe normalizon tensionin e gjakut. Specialistët pohojnë se qepa forcon gjithashtu zemrën, hap oreksin dhe gjithashtu lëngu i saj përmirëson edhe sistemin e frymëmarrjes. Qepa është një produkt shumë i mirë edhe ndaj anemisë. Ajo gjithashtu largon parazitët që ndodhen në zor dhe ndihmon me jashtëqitjen. Nxjerr jashtë trupit substancat e dëmshme, pakson lodhjen dhe normalizon rrahjet e zemrës. Ajo parandalon edhe problemet e prostatës, ndaj këshillohet të përdoret edhe nga meshkujt pas të 50-tave. Qepa ndikon gjithashtu edhe me efikasitet të mirë të sistemi urinar, te prostata e të tjera. Studiuesit kanë treguar se qepa është një nga perimet më të mira të cilat mund t'i ofroni shëndetit tuaj shumë vlera të larta ushqyese. Qepa është e mirë kundër bakterieve të këqija. Ne preferojmë që të mos mendojmë shumë për probiotikët. Ato na bëjnë që të sëmuremi ose jo, por jo gjithmonë. Ne gjithmonë kemi një sasi të madhe të bakterieve që jetojnë brenda trupit tonë, duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepa përmban fibra probiotike të cilat janë të mira për zorët tona. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorëve dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon rritjen e elementëve ushqyes të këtyre bakterieve dhe ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e florës bakteriale. Qepët janë të mira për shëndetin e zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Këto studime treguan se konsumi i qepës rregullisht zvogëlon rrezikun e mpikjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol në qep dhe këtë mund të shtojnë edhe më shumë aromën. Qepa është e mirë edhe për diabetikët. Studiuesit kanë zbuluar se niveli i sheqerit në gjakun e kafshëve ul ndjeshëm nga qepët. Shkencëtarët mendojnë se squfuri te qepa mund të përmirësojë nivelet e insulinës dhe të përmirësojë edhe luhatit e tij. Ndaj edhe konsumi i qepës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit për të përmirësuar edhe dietën tuaj ushqyese dhe për të rritur vlerat tuaja shëndetësore. Sipas Eating Well, qepa është një nga produktet më të pasura me fibra. Qepa është një burim shumë i mirë i fibrës, një përqindje e ndryshme prej 0.9 deri në 2.6% krahasuar me qepën e freskët dhe sipas llojit të saj. Qepët janë në burimet kryesore të fruktantëve, fibrat probiotike të tretshme, shumë të dobishme për shëndetin e sistemit tonë tretës, por që mund t'i japin edhe zgjidhje problemeve të ndryshme. Qepët përmbajnë vitaminën C. E njohur edhe si acidi aksorbik, vitamina C është një antioksidant shumë i fuqishëm dhe i zakonshëm në fruta dhe në perime. Këto vitamina janë shumë të rëndësishme edhe në kontributin e mbrojtjes së sistemit tuaj imunitar në situatat e vështira. Qepët janë një nga perimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja. Qepa është një nga perimet më të mira të nëntokës, përmbajnë edhe element ushqyes që rregullojnë imunitetin, sheqerin, kolesterolin, mbrojnë zemrën dhe lehtësojnë problemet e reumatizmës. Qepa mund të përdoret me efikasitet kundër etheve, problemit të rënies së flokut dhe problemeve të veshjet e të tjera. Qepa përmban sulfur që lufton bakteriet dhe mikrobet që shkaktojnë kollën. Prijeni gjysmën e qepës hollë dhe spërkatini me sheqer ngjyrë kafë. Qepën e sheqerosur mund të hani 2 herë në ditë kundër problemeve të kollës. Bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes mund të jetë i vështirë në dietën tuaj të përditshme. Përzjeni qepën e grirë me vaj të arës së kokosit dhe më pas me këtë lyeni kraharorin. Mbulohuni me një peshqir dhe do të vëreni se qepa do të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes nga sekrecionet. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër temperaturës së lartë. Nëse keni temperaturë, lyeni shputat e këmbëve me vajin e arës së kokosit dhe më pas në pjesën e harkut vendosni fetat e holla të qepës. Mbështjellini këmbët me qese plastike dhe vishni çorape. Qepët duhet i mbani në shputat e këmbëve gjatë gjithë natës që të përthithin toksinat dhe të ulin gjithashtu edhe temperaturën. Nëse vuani nga tensioni ulët dhe merrni medikamente për diabetin, mos e konsumoni qepën. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë e tu.